Libohova po tërheq çdo ditë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj duke u shndërruar në një nga destinacionet më të preferuara për vizitorët që zgjedhin të zbulojnë jugun e Shqipërisë. Këto ditë një grup turistësh nga Danimarka vizituan vendin ton dhe mes qyteteve të tjera zgjodhën të ndaleshin edhe në Libohov. Ata shprehen se kishin dëgjuar shumë vlerësime pozitive për Shqipërinë dhe vendosën ta vizitonin për herë të parë. Gjatë udhëtimit turistët kanë vizituar Gjirokastrën, Syrin e Kaltër dhe Libohovën, ndërsa ajo që u ka lënë më shumë bresa është mikpritja e banorëve vendas. Nuk kishim qenë kur më parë në Shqipëri, ndaj donim të shihnim se si është. Kishim dëgjuar shumë opinione të mira për Shqipërinë, prandaj vendosim ta vizitonim. Personalisht ajo që më pëlqen më shumë janë njerëzit. Kemi përjetuar një mikpritje dhe mirësi të jashtëzakonshme, kudo që kemi shkuar. Deri tani kemi vizituar Gjirokastrën, Syrin e Kaltër dhe tani Libohovën. Gjithçka është e mrekullueshme, ka plot vende shumë të bukura, edhe pse ndoshta nuk mund të qëndrojmë gjatë. Është një përvojë fantastike. Është e mahnitshme të shohësh një natyrë që ne nuk e kemi në Danimarkë. Atje nuk ka male, gjithçka është e sheshtë. Njerëzit këtu janë vërtet të mrekullueshëm. Kemi njohur shumë njerëz dhe fëmijë të dashur. Të gjithë kanë qenë shumë miqësorë dhe të sjellshëm. Mua më pëlqen shumë sepse është një vend për të cilën kemi dëgjuar shumë, pasi është një destinacion relativisht i ri për njerëzit nga Danimarka. Prandaj menduam se mos ta provojmë. Edhe udhëtimi për në Libohov ishte shumë interesant. Sipas tyre, Libohova ofron qetësi, peizazhe të mrekullueshme dhe një atmosferë të veçantë, krejt ndryshe nga ajo e vendit të tyre. Ata vlerësuan gjithashtu gatimet tradicionale shqiptare dhe natyrën malore, duke theksuar se dëshirojnë të rikthehen për të vizituar edhe veriun e Shqipërisë, veçanërisht Alpet shqiptare. Për mua është shumë bukur, sepse edhe unë vi nga një qytet i vogël, por nga një pjesë krejt tjetër e botës. Ky vend më qetëson, më jep paqe dhe mendoj se më pëlqen shumë ky qytet. Provova gatime tradicionale, mund të them se më pëlqen shumë, sidomos qoftet me mish vendas. Dam të vim sërish, sepse jemi këtu vetëm për një javë, ndaj do të kemi mundësi të shohim vetëm pjesën veriore të Shqipërisë. Do të kthehemi edhe në Tiranë dhe do ta vizitojmë, por nuk do të kemi kohë të shohim pjesën veriore të vendit. Do të na pëlqente shumë ta vizitonim edhe atë. Vizitat e turistëve të huaj janë një tregues se Libohova po fiton gjithnjë më shumë vend në hartën turistike të Shqipërisë. Historia, trashëgimia kulturore, natyra dhe mikpritja e banorëve po e shndërrojnë këtë qytet në një destinacion të preferuar për vizitorët e huaj, të cilët largohen me përshtypje pozitive dhe me dëshirën për t'u rikthyer sërish.